Atëherë 327 delegat të Lidhjes Demokratike të Kosovës nga 355 sa janë mbledhur sot në këtë shumë pas pakënaqësive të disa degëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe kërkesës së tyre për shkarkim të kryetarit aktual të LDK-s Lumir Abdigjiku. Para nisjes së punimeve, Abdigjiku ka mbajtur një fjalim para këtyre delegatëve dhe ka thënë se është hera e parë në histori të LDK-s, pra që LDK kuvend për të shkarkuar e jo për të zgjedhur. Ka thënë se përgjegjësia për zgjedhjet e fundit dhe numrin e dobët të LDK-s që arriti në këto zgjedhje bie mbi të gjithë delegatët, pasi që sipas tij ata nuk kanë marrë pjesë në mbledhje të lidhjes fushata, por tani po mblidhen këtu për të shkarkuar, pra për të kërkuar shkarkimin e kaftuar të gjithë që në demokraci të plot, pra tu drejtuar dhe ka thënë se po e vë fatin e tij para të gjithë delegatëve të këtij kuvendi. Ai ka ftuar për një frymë rrugoviane, për të cilën ka thënë se ka nisur kjo parti politike dhe ka thënë se duhet të vazhdohet në atë frymë dhe se ka thënë se do të mbaj përgjegjësi para secilit delegat i cili pra ka punuar për Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe për të arritur kjo pak më lart. Ndërkaq ka thënë se nuk është e udhës që pra të kërkoj shkarkimi i tij pasi Kosova gjendet para një zgjedhje është dhe konstituimi i institucioneve që pritet të nisë javën e ardhshme. Abdigjiku ka thënë se në rast të shkarkimit të tij edhe Lidhja Demokratike rrezikon të shkojë në zgjedhje ashtu siç rrezikon vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme, pra që sipas tij nëse nuk arrihet ndonjë marrëveshje për presidentin e vendit. Elmina, ende nuk ka ndonjë të re ende nuk ka ndonjë të re për lidhur me votimet, pasi që janë 327 delegat të cilët do të votojnë e më pas votat do të numërohen. Ne do të jemi këtu për të ju njoftuar për të gjitha të rejat sa i përket këtij kuvendi zakonshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Të falenderoj për